Qëllet është një problem, njerëzit nuk pe kuptojnë një problem. O shumë e vërtet që Ibrahim Rugova ka luajtur një rol të rëndësishëm në krijullën e tij kur është krijuar si parti politike LDK-ja, se ka qenë vetëm një parti politike që është regjistruar te Kambovski në Beograd. Po. Edhe ne të burgos në politikë na kanë konvenuar, por edhe kemi pas ka pak shpesh një farë konflikte kështu, mosmarrëveshje gjatë tubimit, se unë kam qenë edhe kryetari në ndegës LDK-s, ku marr pjesë edhe në deg, edhe ku marr pjesë në tubimet që bëheshin në Prishtinë, pastaj anëtari kryesisë në Komit. Dhe pas vdekjes të Ibrahim Rugovës, pjesa më e madhe e simpatizantëve, njerëz që kanë mbështetur Ibrahim Rugovën, normal kanë qenë edhe ish përshtatërë të Kosovës. Kanë qenë edhe ish profesorë për shembull, të cilët nuk kanë vepruar ilegalisht ose nuk kanë vepruar publikisht kundër pushtetit dhe dekret. Një herë kanë gjetë vetën me idenë paqësore, opcionin, bashkimin, homogenizimin që u bashkuam edhe e krijuam. Dhe jam bërë drejtor, gati prej drejtorët parë me herë mas luftës, mas 90-ta në besjo. Dhe tash kur vdiq Ibrahim Rugova, këta mbetën si domethënë pjesëtarët e LDK-s. Ata njerëz besojnë që e kanë prish kryesia LDK-s. Jo. LDK-ja ka rasë viktime dhe është viktime asaj pas vdekjes së Ibrahim Rugovës, sepse nuk kanë pas njeri që mundet me afru, njeri të fuqishëm që mund me i afru të gjithë krahat mrena LDK-s. Dhe dash kur vetëvendosja, shoqata jonë kryesëm, tash kur u kriju partia politike vetëvendosje, kjo tash filloi me i sulmue ushtarët e UÇK-s, udhëheqësit e UÇK-s, Hashimin, Kadrin, Recep Selimin, Jakub Krasniqin, Fatmir Limën, dhe këta krejt. Atëherë, plus kjo filloi me dhonë fjalë të mëdha që nëse vetëvendosja vjen në pushtet të gjithë ata që kanë bërë krime, keqpërdorime, vjedhje, krejt, ka me ndërtu burgje, ka me ndërtu njerëz dhe kemi shti krejt në burg. Ata që kanë qenë me LDK-n, simpatizantët, edhe të vjetit, për edhe trit, që kanë qenë me LDK-n. Kur filloi Albin Kurti, se matematikore e ka nxirr, po kjo nuk është që ide që e ka bo edhe ka realizu Albin Kurti, për shërbimet inteligente që kanë përvojë. Me plan sulmoj ish udhëheqësit e luftës për të siguru vota. Jo, kjo është këshill ose logjistik, politike, diplomatike, se si mund është me realizu me fitu votat. Pra, ata filluan me sulmue krahën e UÇK-s. E këto shërbimet serbe, greke, e Maqedone, këto janë një vend. Këto janë mik e kanë, a janë mik është populli shqiptar. Prandaj tash çka bonin, kur filluan tash këy me sulmue Hashim shkon Hag, hajna, kriminella, vjedhca, keqpërdorues, dhunues, e gjitha këtyre çështjeve, nëse partia vetëvendosje vjen pushtet, kemi ndërtuar 20 burgje ka 12 kat, krejt ta kemi shtim burg, atëherë simpatizantët e LDK-s ju bashkangjetën këtina se deri dje kanë qenë kundër Albin Kurtit edhe kundër vetëvendosjes, pra LDK-ja kanë qenë edhe kanë akuzuar vetëvendosjen edhe Albin Kurtin, as shumë e kanë fyje, kanë shohë se kjo është komuniste, kjo është Serbisë, kjo është Shqipnisë e krejt. Dhe tash shpresën filluar me mbajtje të Albin Kurti. Si të vjen këta që kanë luftuar dhe këta që kanë qenë kundër nesh, pejtës Denishit, domethënë kundër udhëheqjet të Kosovës, që unë kam pas një mendim tjetër, këta tash kanë filluar edhe e mbështesin Albin Kurti. Po flet për atë ndarje kulturore që ka ekzistuar që prej Jugosllavisë. Për ato simptoma. Ajo vazhdon. Edhe ati pse vazhdon, sepse edhe ne të burgosin politik. Kemi kontribuar në këtë drejtim për përçarje. Edhe një pjesë e ushtarëve të UÇK-s kanë kontribuar për domethënë me çu ujin mollit Albin Kurtit edhe të. Të gjithë kanë menuar ta. Të ndihmojmë Albin Kurtin, se pastaj
muin kundërshtarin. LDK-ja për shembull e ka stimuluar, e ka mbështet vetë vendosë si parti politike me Dardan Molliqin, me Vjesarin, me Shpenden, me Kret, edhe me këto për shembull Fisnik Ismailin. Fisnik Ismailin e dim kush ka qenë, janë djali i këtij drejtorit të bankës të Jugosllavisë, edhe Kret aty në çështje, edhe tash ta u bën një krah fort, edhe ton tash shpresonin me u stabilizu, me rehabilitu dhe me zonë pozita të klarta në pushtet me Albin Kurtin. Dhe në fund, Albin Kurti i eliminoi me dradhinat e tina të gjithë bashkëpunëtorët që e forcuan vetëvendosjen. Dhe u dha hapësirë kujt? Dhe u dha hapësirë njerëzve ish pushtetarëve të cilët kanë qenë kundër luftës. Vetëvendosja është forcuar si parti politike, jo në kohën e Albin Kurtit. Vetëvendosja u forcuar si parti politike kur kryetar ka qenë Besari Meri. Kur ka qenë Dardan Molliqi sekretar. Dhe sot kryetari i LDK-s Zoti Abdi Xhiku nuk arriti me gjithë vullnetin që kishte, ai dhe Vjosa Osmani të krijonin marrëveshje koalicioni me Zotin Kurti, edhe pse krijoi një pritje duke i akuzuar oponentët e tij në LDK se ata po e bllokonin Kosovën më shumë se sa Zoti Kurti. Tani si po del situata? Po del për të gallëzoj. Çfarë politike po ndjek Zoti Abdi? Jo, sa shmo, unë i ka mashtruar kolegët e vetë, njerëzit e vetë komplet, Isa Mustafën edhe Fatmir Sedin, edhe Shpendin, edhe njerëzit që e kanë bo Vjosën, e kanë forcuar, e kanë bo si personalet figurë, që në momentin e caktuar, si u kriju mundësia për me dale para, u bashkan gjithë edhe unë gjithë me vetëvendosje. Këto e shfryzoj shumë mirë për tash, mo vetëvendosje Albin Kurtit nuk i vjen asgjë. Se është demoduar, edhe s'ka fuqi më me u... Vjosa nuk i duhet me Albin Kurtit. As Shpendi që duhet me Albin Kurtit. Cili Shpend? Shpend Ameri për ma shembull. Po? As Lumir Abdi Xhiku mos i duhet. Po, Lumir Abdi Xhiku akuzoi në një mënyrë kolegët e tij të partisë se ata me kërkesën që bën për kuvent jashtëzakonshëm për shkarkimin e tij, bllokuan shtetin me një mënyrë më shumë se sa Zoti Kurti. Edhe tani po del që kush me bllokon shtetin? Pjesa e LDK-s apo vetë Zoti Kurti? Unë tregoj këtë. Albin Kurti dhe Vjosa Osmani janë shkuar në LDK me sugjerimin e Albin Kurtit. Kush u shku në LDK edhe një herë? Lumir Abdi Xhiku. Po. Ka me sekretar e LDK-s. Po. Me dijen e Albin Kurtit. Se na vjen nesër. Edhe Vjosa Osmani me lejen ose dijen e Albin Kurtit ka shkuar në LDK për me e shtin konflikt LDK. Dhe është ndarë. Po është ndarë. Prandaj unë e falenderoj. Kush ja qelloi këtu në këtë rast? Ajo pjesë e LDK-s që kërkoi shkarkimin e Abdi Xhikut? Apo ja qelloi Abdi Xhikut, sepse po shohemi aktualisht, nuk kemi konstituim të institucioneve. Unë po tregoj, nëse unë vetëm edhe i ftoj gjithë ata simpatizantë të LDK-s, duhet ta mbështesin gardën e vjetër të LDK-s, po them 2 vjetër, po në krye me Hikmet Bajramin, këto shalin profesorin edhe grupin tjetër që janë kundër Lumir Abdi Xhikut dhe Vjosa Osmanit. Ta shpëtojnë LDK-s. Ta janë shpëtimtarë të LDK-s. Lumir Abdi Xhiku çfarë po bën? Lumir Abdi Xhiku me Vjosa Osmani janë shkatërrimtarë të LDK-s. Jo veç ata që kanë ardhur, po këta kanë shkatëruar hej para 10 vjetë. Sipas mendimit tim. Në të tjera zhvillime, ka paralemrime serioze se shtatori mund të jetë i nxehtë politikisht, paralemroi Daud Haradinaj. Ka paralemrime të shumta edhe nga PDK se më nuk do të rrim kështu si kemi qëndruar. Asë në shkumenajt. Edhe për thëmë që të shkumenajt heq asnjëherë, për s'kom po që edhe mundësi dhe i tash, se sa të mëjë s'kom me pru. Se s'mojën më të liru e me pranu dhe me kalu ligjin për këthimin e këtyne. S'mojën e me kalu dhe aty më bu politik kundër në të tërimit termocentraleve. Nuk mëjë kundër gasit. Nuk mëna me të liru ato me bo një politik verbalja, nësa dhe veç kështu në kuptimin e saj edhe me quë edhe me sulmuë, për shembull Trumpin ate. Kjo është katastrofë. Që ta shka përmënohen, ta shpërmënohen me akuzu ato. Zelenskin
se s'kaj atje dhe se pranin Kosovën. Po lemër e Zelenski i ka të lëshët e vetë, a i kryes është të ditë ku e ka. Qka kem na punë me Zelenski? Zelenski është të bo luft me anë mikun matë mbrave të shqiptarëve. Nëse Zelenski arrit me fitu luftën edhe pe fitën luftën me Rusin, aja ka fitu luftën me Zelenski edhe me Serbin, dhe për shqiptarët dhe të vinë ditë mirë. Edhe për thëmë... Veprimi nuk është i mirë, thuj zotit për parim Rama, që hoqi... Për parim Rama, ka dalë ma burë se sa që ku mendu, ma i qëndrushëm, edhe është muj me falenderu si qytetarë. Po, asë nëherë se më taku me to, sepse nuk po beka, nuk po vepreka emocionalisht, po në edhe politike, po nduket edhe kontare, edhe për keqe edhe nuk më në shtu me punu dhe me vepru. Pja thot në sytë të gjithë? Pja thot në sy, që e ka Lumir Abdigjiu ka pru ato. është afer ka qenë me Albin Kurtin edhe me këta njerë. Po tash për i thet, e di qa, sa kohë më ke bloku mu e më ke nalë parët, edhe ja ka nalë qeveria Kosovë, më s'me leju me vepru me punu. Dhe më thonë, qa ka dash ta i mendo, vetë me largu prej... Vetë me figurë politike që ka rivalizuar publikisht zotin Kurti ka qenë zoti Rama, edhe kur në mbajtë në zgjedhje lokale. Edhe ka mundësi që në polin tjetër ishte Rama dhe zoti Kurti. Opozita ishte në pasivitet madh. Pe këtu vetë, nëse vazhdon zoti Rama në këtë njërë, sigurisht do ta ketë mbështetjen time, nashta shumë në shme me bëj